Njoftim për promovimin e librit Kyoto Kyupret nga autori Luigi Junçaj. Fondi Humanitar Rapsha ka kënaqësinë të ftojë komunitetin shqiptar dhe dashamirësit e kulturës në promovimin e librit Kyoto Kyupret nga autori Luigi Junçaj, ish ministër i popujve Pakicë dhe personalitet i shquar i shqiptarëve autokton në Maltëzi. Promovimi do të mbahet ditën e diel më 2 nëntor në orën 2 pasdite pranë kishës së Shën Palit në Rochester Hills, Michigan. Ngjarja do të moderohet nga zonja Brikena Hoxhalli, ndërsa mbi librin do të referojnë profesor Lulash Palushaj, shkrimtar dhe studiues, zoti Rafael Floqi, gazetar dhe publicist, zoti Zef Përgega, shkrimtar dhe publicist. Ky promovim organizohet nga Fondi Humanitar Rapsha dhe synon të nderojë krijimtarinë letrare dhe kontributin kulturor dhe kombëtar të autorit Luigi Junçaj. Presim në këtë promovim për të nderuar fjalën e shkruar dhe shpirtin e krijues shqiptar. Mirë se të vini, Fondi Humanitar Rapsha.